Përshëndetje shikues të dashur, ju po takohemi në emisionin më të ri në televizionin Syrivizion. Emisioni I parë do t'i kushtohet shkollës së muzikës dhe hapjen e sallës koncertale dhe të vetme në Kosovë. Po ashtu do të bëjmë bashkëbisedime me njërin nga nxënësit e kësaj shkolle. Për më tepër qëndroni me ne. Shkolla ullet dhe tashmë e mesme e muzikës Prenkja Kovano Gjakov, prej rreth 4 dekadash është përballur me kushte jo të mira të një ambienti jo të favorshëm për zhvillimin e procesit mostimor. Mirë po me ndihmën e Ministrisë së Kulturës edhe me donacionet të një çifti zviceran, është arritur ndërtimi I një objekti të ri shkollor dhe pajisja e tij me instrumente të reja më vlerë prej 40.000 euro, si piana, gitara, flauta e shumë mjete të tjera. Drejtori I kësaj shkolle, Astrid Pallaska, ju është shumë I njohës donatorëve për ndihmën e dhënë. Uroj që këtë shkollë, uroj që këtë objekt dhe këtë sallë koncertale ta gëzojnë shumë gjenerata dhe breza të tjera të ardhshme të cilët do të kalojnë. Mund të them me plot seriozitet dhe me bindshmëri që ky objekt, këto kushte më të vërtet e krijojnë një taban të shnosh për të zhvilluar më të utjeshëm nxënësat dhe kuadrët të reja profesionale artistike, duke pas parasysh që në shtator të këtij viti është hapur edhe shkolla e mesme e muzikës dhe tani e krijon edhe një mundësi më tepër që këta fëmijë të kalojnë, domethënë në një etapë tjetër të muzikimit dhe shkollimit profesional. Edhe ata të cilët kanë ndihmuar në mënyra të ndryshme këtë shkollë janë mjaft të kënaqur edhe të ngazëlluar që kanë arritur të krijojnë kushte shumë të mira për nxënësit e këtij institucioni arsimor. Ende nuk po mund t'i besoj këtij realiteti, duke pasur parasysh që para 2 viteve ishim në një objekt të vjetër. Kishim kënaqësi të performojmë para një publiku kaq të mrekullueshëm bashkë me këta nxënës të cilët kanë një ardhmëri të ndritur. Gjendemi këtu pranë shkollës së re të muzikës, në të cilën është bërë hapja solemne e sallës koncertive e cila është unike në Kosovë, të ndjekim së bashku atmosferën që ka mbretëruar atje. Qëndroni me ne. Përshëndetje Brikela. Përshëndetje dhe juve. Mund na tregoj se si u ndjej tani që interpretuat në këtë sallë koncertive e cila është unike në Kosovë? Atëherë normal që është një emocion shumë I madh, po shumë I bukur që performosh para një publiku shumë të mrekullueshëm edhe në një objekt që e kemi dëshiruar me vite.
Edhe tani po vazhdon dhe mësimet në këtë shkollë, bëni prova vazhdimisht dhe për këtë koncert keni bërë shumë prova? Po, vazhdimisht bëjmë prova, sidomos për këtë koncert kanë qenë prova intensive, duke bërë 2 herë në ditë prova, por më në fund javë leti, ja arritëm qëllimit në fund dhe shihet edhe suksesi. Sigurisht të urojmë edhe suksese dhe të më të tjeshme, edhe besoj se do të arrini edhe më shumë koncertet e tjera në të ardhmen. Faleminderit, shpresojmë që edhe ne të organizojmë koncertet e tilla sa më të vërtet nevojiten që të pasurohet kultura sidomos e Gjakovës. Përshëndetje Julka. Përshëndetje. Julka, mund të na tregosh se si u ndjeve tani që interpretove në hapjen e kësaj salle koncertive? Sigurisht është një ndjesi shumë e madhe të interpretosh në këtë sallë, pasi që është bërë hapja solemne e kësaj salle dhe është një kënaqësi shumë e madhe duke kënduar në korin e qytetit Gjakovës. Por një herë edhe bashkëpunime me instrumentistët më të mëdhenj botror? Sigurisht është si ta them një arritje shumë e madhe të luajmë, ne të këndojmë ndërsa ata të ekzekutojnë instrumentet e tyre, është një kënaqësi shumë e madhe. Mund të na tregosh se keni bërë prova të shumta për të arritur këtë koncert kaq të larmishëm që vërtet të gjithë u kënaqëm? Sigurisht, provat kanë qenë, si ta them, ekstreme, jo bashkë, por kemi bërë prova intensive, do thotë kemi ushtruar 2 herë në ditë. Faleminderit shumë për bisedën dhe suksesa. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit shumë për ardhmën tuaj, faleminderit shumë për përkrahjen e vazhdueshme që keni japë derisa kemi rrinë këtë pikë për me u bë shkolla e muzikës. Televizioni ju i mbetëm i bërë shumë të madh sepse ka kontribuar prej fillimit në sensibilizimin e publikut dhe të opinionit për gjendjen dhe kushtet që kemi qenë. Tani më vjen mirë që edhe ju jeni pjesë e këtij inaugurimi të kësaj salle të vetmes në Kosovë dhe uroj që të jenë edhe shumë tjera, po që uroj që edhe të shfrytëzohet për këtë komunitetit muzikor dhe artistik. Kërkesat veç kanë fillu, mirë po. Ojka ka qenë nata e sonshme. We have, but only for this year. Po ndjem shumë mirë, jemi shumë të lumtur për këtë sukses. Ne do të kthehemi përsëri këtu për të realizuar disa projekte për të cilat jemi në një rrugë shumë të mirë dhe projekte për të cilat për momentin janë sekret. For us important is that we have projects where we can Mbrëmjen e hapjes soleme më madhështore e ka bërë edhe prania e kuartetit Aseselo, të cilët kanë ardhur enkas për këtë mbrëmje dhe të cilët u ndan shumë të kënaqur si me publikun ashtu edhe me performimin e nxënësve të kësaj shkolle, të cilët sipas tyre kanë një të ardhmë të ndritur në aspektin muzikor. It's important when you start to know people and we have only had Jam ndjerë shumë mirë para këtij publiku të mrekullueshëm. Nxënësit janë shumë të hapur gjatë kontaktit me ne dhe janë shumë të emancipuar për të marrë dituri. What we had in the end that Përshëndetje shikues të dashur, gjendemi këtu në shkollën e muzikës, ku do të bisedojmë me njërin nga nxënësit të kësaj shkolle, një herë i nxënësi vetëm që studion të 2 instrumente, flautën dhe gitarën paralelisht. Përshëndetje Lorik dhe mirë se erdha. Përshëndetje. Mund të na tregoni se çfarë ndjenjë është për ty të luani këto 2 instrumente vërtet të mrekullueshme, gitara dhe flauta? Për mua është një ndjenjë jashtëzakonshme, pasi që janë 2 instrumente krejt të ndryshme, sepse flauta bën pjesë në instrumentet fëmor, ndërsa kitara në instrumentet më tela. Jeni nxënës në botën e muzikës. Kush e zbuloi talentin tuaj dhe në çfarë kohe? Talenti im është zbuluar qysh në kohë kur unë as e mbaj në mend dhe sigurisht nga rrethi familjar. Mund na tregoni se çfarë karakteristika ka flauta dhe a ka rëndësi të veçantë ajo për ty? Po, flauta ka rëndësi shumë të veçantë për mua,
Ajo është një instrument formor gjitha nga argjendi. Po, i kushtoni dhe përkushtim të madhe dhe gitarës? Po, sigurisht. Mund na luani një pjesë nga gitara? Po. Atëherë Lorek, mund na tregosh se për të qenë një instrumentist i shkëlqyer duhet të jesh maksimalisht i përkushtuar. Ajo pengon kjo në mësime? Realisht është e vështirë, por kur gjërat vendosen si duhet dhe me pak përkushtim, mendoj se çdo kush mund t'i arrijë. Mund na tregosh se ke marrë pjesë në ndonjë koncert me ekzekutimin e njërës për instrumenteve? Po, në fakt me të dyat kam marrë pjesë dhe me flaut kam pasur rastin të marrë pjesë në disa qytete të Kosovës me ekzekutimin e disa pjesëve me orkestrën e Shkollës së Muzikës në bashkëpunim me orkestrën e Zvicrës nga Bazeli. Ndërsa me gitarë kam marrë pjesë në disa koncerte për fëmijë në Gjakova. Mund na tregosh se për ty shoqëria apo familja janë fanësit tuaj më të mirë të talentit? Po, sigurisht për krahun më të madhe kam nga familja, por edhe shoqëria besoj se më adhurojnë. Ke ndonjë vend të pëlqyer që do dëshiroje të ekzekutoje njërin nga këto instrumente? Po, fillimisht do doja të arrija skenat e Shqipërisë, pastaj edhe skenat ndërkombëtare. Atëherë ne do të përmbyllim emisionin ton me një ekzekutim nga flauta. Po. Atëherë falenderojmë shumë për bisedën dhe të urojmë suksese në rrugën tënde muzikore. Faleminderit juve si televizion. Më lejoni që të falenderoj drejtorin e shkollës Astrid Pallaska, si dhe profesorin e kitarës Lulzim Zanolli dhe profesoreshën e flautit Dardanin Albani, atë të cilët nuk do të mund të isha këtu ku jam. Atëherë miq të dashur, ky është emisioni që kishim përgatitur për këtë javë. Ne lëm takim prapë javën e ardhshme në të njëjtën kohë pranë televizionit Syrivizion. Deri atëherë, mirupafshim.